Atëherë jam përsëri në Zhakov, këtë herë për me bisedu për rastin e fundit që kemi parë në historit e kalume. Nuk e di se keni pa ka mungu rrëfimi i anës tjetër, edhe unë jam këtu me zyrën e avokatërisë Bokshi, apo? Ju jeni përfaqësuesi Zotit Behar, apo? Po, jam Krah Bokshi, avokat, përfaqësuesi i Beharit në disa procedura ligjore. A mundesh më na tregu më së pari ç'është statusi i kësaj toke, i kësaj lande përmes drejtësisë ose sistemit të drejtësisë, a ka përfundu? Kështu, kjo punë pak a shumë është e thjeshtë kush dën mi kuptu. Behari para, ne thojmë Behar, Al Behari para shumë vjetëve, diku vitin 2011, ka ble pronë në shtëpinë ku ka dhe një pjesë parcelës që ka qenë me pjesë ideale, edhe ku bashkëpronar ka qenë edhe komuna. Pjesa ka qenë, sot është rreth rrotullimi e keni po, atëherë mamati ka qenë një udhkërq i ngushtë shumë, ku një pjesë e madhe e parcelës ka qenë pjesë pronë e komunës, ndërsa një pjesë e vogël ka qenë pronarit për cilit e ka ble Behari pronën, edhe tutje e ka bo kontratën në gjykatën ish komunale Gjakov, tash është gjykata themelore. Njëjtën kontratë e ka regjistruar katastër ashtu që thonë procedurat ligjore. Ka mbet që një pjesë e vogël e pronës me kë ka pas 1/7 e pjesës ideale. Edhe ndërkohë kur i ka pas për interes të vetin, por njëkohësisht edhe të komunës për shkak se ka pas ndryshime aty në atë zonë, ka bo kërkesë në komunën e Gjakovës, përkatësisht në drejtorinë për katastër, për parcelizim të asaj apo ndarje fizike. Për sqarim, pjesa ideale në kupton që ju jeni bashkëpronar me një parcel, po nuk dihet saktësisht ku keni pjesën. Është parashtrour kërkesa në drejtorinë për katastër. Drejtoria për katastër normalisht ka kërku prej drejtorive tjera përkatëse kompetente, fillimisht për drejtorisë për urbanizëm, se është kjo parcela, domethënë kjo ndarja fizike është në përputhje me planin urbanistik. Ka marrë dritën jeshile prej ekspertëve të komunës, tutje prej drejtorisë për infrastrukturë, se a pengon rrugën e ndarje fizike, dhe ata ekspertat e asaj drejtorie kanë jap dritën jeshile, edhe tutje prej zyrës kryetarit është autorizuar që të bëhet parcelizimi. Ky rast dje kum po edhe videon e palës tjetër edhe pretendimet e tij. Thotë që ju kanë dhënë me vendim të kryetarit komunës, ka dashur siç duket mi bo pak më pompoze këtë punë, po është një procedurë administrative krejt e thjeshtë, e bojnë plot njerëz për çdo ditë bëhet edhe sot. Okej, a mundesh më tregu njerëzve thjesht se ç'ysh arrihet se ka ndodhur shumë konfuzion pjesa ç'ysh është një bashkëpunar komuna edhe një person privat. Jeni tokë shoqërore. Ç'ysh ka ardhur puna deri këtu? Kështu tek pronësia në përgjithësi, qoftë komuna, qoftë personat fizik, janë për drejtësinë edhe për parcelat edhe në përgjithësi për pronësinë, janë subjekte. Mundet ndodh ka plot raste në praktik ku në një pronë është komuna pronare, bashkëpronar mundet me qenë edhe një person fizik apo ndërmarrje shoqërore, çfarë do qoftë. Për ndarje fizike ka dy forma ç'është mundet më bëj. E para është mundet më bëj përmes procedurës administrative kur ka kompromis mes palëve që ka interes të dy anshëm, ose ana tjetër bëhet përmes propozimit për pjesëtim fizik në procedurë gjyqësore. Në këtë rast nuk ka qenë interes edhe i komunës Gjakovës që me dalë pronar vetëm në një pjesë parcelës, ajo që ka qenë 6 shtatat, edhe këto mja jop Al Beharit pjesën e cila do t'i takonte, sepse për ndryshe, ashtu siç thoshte edhe Gzoni, që pjesë 4 orë mund më kushtu 650.000 euro, për një orë 62 so tash ka Al Behari, ish du diku komuna me kompenzu 250.000 euro, afërsisht ashtu. Sa japin por i kanë jap tokë në proporcion me çato që ai ka taku me pjesë ideale. Kur e ka ble Al Behari tokën? Tokën e ka ble në vitin 2011, e ka bo kontratën në gjykatë thash themelore në Gjakov, përpara ka qenë në gjykata komunale. Tash atë procedura zavancojnë në tëra, po është e njëjtë, domethënë çfarë procedurë vazhdon katastër regjistrohet konkret publike, është certifikata pronës ka qenë që ka dalë në moment në emrin të Al Beharit, edhe s'ka pas asnjë kundërshtim. A mundesh na ka prezantuar një dokument që pretendon që nënshkrimi është fals.
A çush është ajo provë e prezantuar tek edhe a keni pasur një proces gjyqësor për këtë vendim? Kjo. Te pjesa, edhe me këtë pjesë, jo veç juve, po besoj edhe organet kompetente është të sjellën lajthim se kënë se ka dokument falsifikun. Ata është e vërtetaj që ka angazhu një ekspert edhe kanë bo një ekspertizë grafologjike me krahasim në shkrimeve. Në ekspertizë grafologjike askund në asnjë rresht, në asnjë vend thot që është në shkrimi falsifikun. Eksperti në mënyrë shumë profesionale ka thonë që ka marrë mostra krahasuese. Mostra krahasuese, ju besoj e kuptoni, po prej opinion i ka marrë 2 dokumente të ndryshme dhe ka thonë çto janë të përputhshme. Nuk dihet, thot në ekspertizë, nuk dihet burimi i dokumentit, nuk dihet ku janë marrë, çush janë marrë. Ai thotë që ka marrë në Serbi, nuk është komplet, domethënë si me të javë 2 në shkrime, me thonë çto janë 2 të njëjta, ai thotë mundën mos më konë, po nuk kërkon, nuk thotë që çka në shkrim me saksi çti personi, në që dokument nuk është e çti personi. Kjo është ai gjithashtu ka prezantuar dokumenta që keni qenë në proces gjyqësor. Jo, më tregu çfarë procesi gjyqësor janë zhvilluar për këtë pronë. Ka bo, unë mendoj, mas pari është mirë mos sqarohet që çaj personi që është shfaqen në video nuk është pronari që asaj parcele hiç. Është baba i vet, ai është njëri prej trashëgimtarëve, domethënë faktikisht në krejt procedura gjyqësore administrative që janë zhvilluar, kur asnjëherë unë pronarin e tokës që është Xhamaili Radosa, as nuk e kam pas, nuk e kam taku. As saksisht nuk e di qëndrimin e tij, çush është në raport me Albaharin edhe me parcelën që këto janë qëndrimet e atij djalit që është prezantuar. Tutje ka procedura gjyqësore janë zhvilluar. Masi është ndo vendimi, masi është ndo me shkrim. Ka bo propozim për caktim muase sigurisht që nuk kupton mi blloku, jo është refuzuar, kjo është vendimi që është refuzuar. Okej. Me çfarë arsyetimi? Me arsye që e drejta subjektive nuk është e argumentueshme, e drejta subjektive nuk kupton e drejta që atij personin në raport me pronën. Me ato drejta të cilat ky pretendon, edhe gjykata me drejt ka vlerësuar që nuk i ka bërë të besueshme. Ka pastaj është zhvilluar një proces gjyqësor, ju mbaj diku 6-7 seanca nëse s'jam gabim, edhe në atë proces gjyqësor ka përfunduar me një vendim ku është hudh poshtë padia, nuk qëndron pretendimi i tij që thotë më kanë thonë gjykata nuk ki drejt ti me bë padi për shkak se duhet me bë komuna, i ka bë 3 padi për informatën juaj. Njërin prej padive për më dëshmu që është konfuzën kërkesat edhe pretendimet e veta, ka kërku vërtetimin e pronësisë. Kjo është padia që ka kërku vërtetimin e pronësisë, ku sipas tij pretendon se i njëjti është shfrytzues faktik i asaj parcele ku është në pronë bahorit, prej vitit 99 dhe ka ble prej pararit se kënse faktikisht babai i zonit e ka ble prej atij pronarit, a në video e kompoat thot është pronë e komunës, nuk është as e jami as e bahorit. Kështu që mendoj që ka pak konfuzion edhe në kërkesat që i kërkon. A ka një proces i hapur kjo i kalimit të pronës prej komunës tek Albahari? Çu ka shku çaj proces? Se janë kohët aty thotë që nuk e ka ditë, nuk ka mujt, nuk ka pas çastet barabartë tek zyra e shtetit. Kështu është e vërtet, në atë procedurën që ju thash më herët që është procedura administrative për pjesëtimin fizik, Bahari ka bërë atë kërkesën që shpjegova më herët për ndarje fizike, është bërë prej ekspertëve kompetent këtë vlerësimet e mundshme, edhe është vendos me vendim administrativ që të ndohet toka dhe të parcelizohet. Vendimet administrative janë publike, parcela ka dalë në katastër që është poshtë vendim publik edhe ka qasje çdo qytetar i Kosovës, edhe për informatën e juaj, ka bo për mi ataku këto vendime, ka parashtru kërkesë edhe ankesë në zyrën kadastrale në Gjakov, Xhamaili Radosta, apo besoj përmes Exonit, se thash Xhamailin se kum taku kur, jo është refuzuar kërkesa, për shkak se ka qenë pa bazuar, bile për informatë ka bashkangjitur edhe atë kërkesën, atë ekspertizën që pretendon që thotë që është fallë. Kundër këtij vendimi ka parashtruar ankesë në Agjencinë Kadastrale të Kosovës në Prishtinë, që është organ qendror, edhe aty është refuzuar. Ka paraqit rastin polici në Prokurorinë Gjakov, edhe ato këtë dështim kanë qenë se është intervistuar Albaharin, intervistuar zyrtar komunal, edhe është vërtetuar që s'ka vepër penale për falsifikim atë që pretendohet. Sa kemi informacion ka paraqiti
kallëzim tjetër penal në prokurorinë speciale me pretendimin se kënse prokuroria e Gjakovës e policia e Gjakovës për të ndikuar prej njerëzve këtu me ndikim, edhe atë nuk ka një zhvillim që nuk mundet me pasë për një çështje, nuk mundet dy herë mu vlerësu. Çfarë mendon që është qëllimi i tij? Pse është Qëllimi? Nash ti nuk e din se nuk e prezanton ata, po Jo, në raport me këtë lëndë. Kështu, unë ju them kështu. Exoni so unë jam ballafaqur me dokumenta me kështu, ka 3 avokat i ka pas në këtë procedurë dhe për mendimin të tratë janë të respektuar profesionalisht për kohën e eme, se njerëz që punojnë edhe dinë punën, po e kanë bërë në bazë interpretimeve që ka jap Exoni. Bindja eme është, më kon gabim, po bindja eme është fakt që tash prona ti kish më konë shumë ma vlefshme nëse si shkon që kjo parcela bahorit për para. Ajo është legjitime, po tash dëshira dhe drejta dallohen shumë. Si avokat, sa ka realisht bazë ligjore që apo e konsideron këtë proces kryen? Për vete, unë normalisht përfaqësoj interesat e Albarit, po unë realisht mendoj që gjasat i ka të pamundshme. Mi realizuar pjesë. Po them kemi padi në gjykata që ka bërë normalisht Exoni, që Exoni po foli përmes Xhamailia përmes Exonit me siguri se ai është që interesohet rreth kësaj çështje, edhe vetë fakti që ka dalë edhe në media nuk ka padi për vërtetim pronësisë që thash pretendon se kënsa ka ble ato për një paraardhësi të asaj toke. Për të njëjtën tokë që kanë dhënë, po për shtatë po thotë shfrytëzoi për vitin 99, a faktikisht ai vet aty pronën e ka ble për vitin 2014 është në shfrytëzim, agja i vet e ka ble diku vitin 2008 ndohet tash mos të gaboj me data, po gjasat nuk i ka sipas bindjes time. Ka bo pa ditë tjetër, ka thonë që du mi shfrytëzuar këtë pjesë, toka është në Albarit, po ka pas kërkesa ndërkohë edhe për Albarit, qysh ma ka interpretuar Albarit që m'ja marrë me qerak atë pjesë për shkak të zhvillimeve të bizniseve vetë. Po momentin kur kam filluar procedura gjyqësore, normalisht edhe kjo të rekse se kush i kam pas raportet korrekte deri me i pikë.